Kryeministri Edi Rama vijon të bëjë protagonistin në arenën ndërkombëtare. Pas përplasjeve në distancë me sekretaren e brendshme britanike mbi emigrantët, këtë herë është kapur me ish-drejtorin ekzekutiv të Google, Eric Schmidt. Pak ditë më parë në The New York Times, Schmidt thoshte se me ministre AI, Shqipëria po shkonte drejt qeverisjes nga algoritmet. Algoritmet mund të optimizojnë efikasitetin, por ato nuk mund të vendosin midis vlerave konkurruese zgjedhjet që qëndrojnë në zemër të politikës demokratike. Pa transparencë se si diella arrin në përfundimet e saj dhe pa mekanizma për të sfiduar vendimet e saj, qytetarët në mënyrë të pashmangshme do të ndjejnë padrejtësi dhe pamundësi për të mbrojtur. Në vend që ta zëvendësojmë demokracinë me AI, ne duhet ta përdorim AI për të rigjallëruar demokracinë, duke e bërë atë më të përgjegjshme, më të menduar dhe më të denjë për besimin e publikut. Fatkeqësisht kjo nuk është rruga në të cilën jemi aktualisht prej AI, por kjo gjë i ka Diego Ramos, i cili është përgjigjur po me koment për prestigjiozen amerikane. Kreu i ekzekutivit shkruan se diella nuk është as sunduese as zvendësuese e demokracisë, por kujdestare publike e konceptuar për ta bërë demokracinë të funksionojë më mirë. Kam shumë respekt për zotin Schmidt. Leadershipi i tij në Google dhe idetë e tij mbi marrëdhënien midis teknologjisë dhe shoqërisë kanë frymzuar një brez të tërë politik bërësish, përfshirë edhe mua. Por si kryeministër i Shqipërisë u zhgënjeva kur lexova për shkrimin e tij për diellën. Nismën shqiptare të qeverisjes me AI si një hap drejt algokracisë, qeverisjes nga algoritmet. Diella nuk është as sunduese dhe as zvendësuese e demokracisë, ajo është një shërbyese civile digjitale, një kujdestare publike e konceptuar për ta bërë demokracinë të funksionojë më mirë dhe shërbimet publike më të shpejta, më të drejta dhe më të transparente. Për dekada me radhë, Shqipëria, si shumë demokraci të reja, është përballur me korrupsion në prokurimet publike, kur rregullat shkele nuk janë algoritmet që dështojnë por njerëzit. Diella është ndërtuar për të zbatuar ligjet dhe procedurat ekzistuese pa anshmërisht dhe pa ndikim politik. Vlerat që ajo zbaton, drejtësia, transparenca, efikasiteti, nuk janë abstraksione matematikore, ato janë parime demokratike të kodifikuara dhe plotësisht auditueshme. Me diellën çdo vendim është i gjurmueshëm, i shpjegueshëm dhe i hapur për apelim. Kjo nuk është qeverisje me algoritëm, është qeverisje përmes ligjit, e zbatuar nga teknologjia në nënvëzhgimin e qytetarëve. Qëllimi i Shqipërisë nuk është t'i dorëzoj pushtetin makinave, por të çlirojë njerëzit nga jo efikasiteti dhe tundimi. Ne nuk po ndërtojmë një algokraci në Shqipëri, ne po ndërtojmë një demokraci digjitale, thuhet në editorialin e Ramos për The New York Times. Pra kjo është një tjetër lëvizje e Ramos, i cili mundohet të tërheqë vëmendjen te të huajt.